vlerë e Këshillit Bashkiak të muajit janar. Fillojmë me rendin e ditës. Miratimi i rendit të ditës së derit. Jeni dakord me rendin e ditës? Pro, abstenim, s'ka, kundra, s'ka. Okej, mirator. Se me ty dativ Kam vjetur kartonin. mund kujtoj që nga piket fesë dhe kohë që Edhe mund të them pra, Lojnë të piket të që redi ditës. Për miratimin e procedurpalit të mbledhjes kaluar datë 22/12/2025. Jeni dakord me procedurpalin e mbledhjes kaluar? Pro, abstenim, kundra, s'ka. Në rregull. Pikë 3 e rendit ditës. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtëzuar për muajin dhjetor 2025. Atilta. Komisioni Ekonomisë në ditën e djeshme dhe ka diskutuar për fondin 6% ndihmës ekonomike, marrin 11 familje, është situata e pandryshuar, nëse si muaj dhjetor, në këtë si muaj nëntor, i propozoj gjithë anëtarëve të Këshillit të hajnë votimin e të karrentës së ekonomikë. Bashkë ngjitur keni dhe materialet sqaruese. Ka si ndryshim. Do prava që familje e muajit dhjetor që nuk kanë marrë. Nuk e kuptoj fare çfarë do të thotë, njëri më kuptoj. Familjet e muajit dhjetor që nuk kanë marrë, nuk kanë njëri. Edhe e parë, nuk bilet për mua personalisht, e familja të është rrasë televizivi, një, dhe në dyta që të të tjetër. Edhe këta që kanë fituar mirë është klasifikoni në fizim. Ta një u, si shqyrtarë. Po të mund të manipullon, do të është jetë gjithë sistemi, janë shumë dakord. Dhe të po, sistemi me fizim. Do të kjame njëra. Pra, i shpini dhe fikzimi e këture personale që kanë dalë fitur. Pa dimu, sa pika marrë të dalë. Am kuptove. Dhe zi të shkarot të bëjë. Po mene vjetë më i duhet të izora të ti, personalisht në pa. Atë e më të të një. Atë të një dalë. Jesën e marrjes pikve, në çdo muaj, bëhet S'jam rrëta. Jo, do të thuash e pikët, dalë pikët të zhë policia të shokë. Shokë e mas, nuk shokë. Jo, ta sqaroj se bëjnë. Dhe sa pjesën e dytë është i shprehë që ose kuptoj edhe një tjetër. Atë fiksimit e ti, po duhet të kemë të gjithë emra të fiksuar. Çdo administrator bën çdo aplikim çdo muaj. Dhe në moment që vjen vendimi i muajit aktual që vendik dalin o për fitues, o jo për fitues, i gjithë personat që aplikojnë për ndihmë ekonomike. Ose humbë. Dhe i gjithë administratorët të ndihmës ekonomike kanë për detyrë të sjellin në Këshill të Bashkisë listën të gjithë anëtarëve që nuk kanë përfituar ndihmë ekonomike dhe këtu lider drejta të gjithë këshilltarëve që të propozojnë emrat që të futen ose në 6%, ose fondet e bashkisë, sepse këta që kanë aplikuar aty nuk kanë marrë pikët dhe janë familje në nevojë. E drejta është juaja që të shikoni ato emra dhe të ecin një pikë më të lartë. Kjo është dhe edhe me milion për ti se dhe i kaloj materiala sikur një. No, ato i kaloj një. Sektore i X, komisioni e vida të një milion, dhe të ka probleme me të. Jemi të kjo pikë. Ajo është në spati që përpare. Po edhe jetë të probleme. Pse të tjerë numrin atyre fitusve, të pikëzuar. I pari e fitare, i dyti është. Numrin e fitusve. Po, si shke unë si këtu, nuk njerë dhe fitusve me pikë. Po atë të sjellim vendimin e çdo muaji ta paraqesim. Po disa po i pari sa ka pikë sa që kurguar. Dhe vendimi pikëzimi nuk ka pikë.
Este ca sistemi. E zeu për të Në sistemi dalim pikë. Po. Dhe me çfarë kemi parë administratorët, duhen mësim të frikë, që të kalosh të pjesa përfituese, kurse kur je me 130, 140, 150 pikë lart, nuk shpallesh. Vetë me pikë pamjet për sistemi pikëzimit i nuk kalkulimet vetë dhe nuk është. Po i gjërin edhe dhe për të dytë se nuk i njëri se. Nështë organisht, për ditë e lezoj që të të mëneve, nuk të të ata që kanë të në funksën. Të të dytë relacion. Ka në gjë tjetër për të pikë? Nuk ka. Ta hedhim votim? Tativ. Pro, abstenim, kundra stan. Në rregull, miratori. Kalojmë te pika 4 e rendit ditës. Përdhënien e ndihmës ekonomike për përdorim të fondit bashkisë për familjen që do trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin dhjetor 2025. Po mali. Kemi bashkëlidhur reglamentimin për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit bashkisë familjes për drejtën e ndihmës ekonomike për muajin dhjetor. Familjet që do trajtojnë me ndihmë ekonomike janë 90 familje dhe kjo situatë është e pandryshuar me fond 236.178 lekë. Nuk ka as shtesa, as taksime në buxhet, është e njëjta situatë. Që propozoj antarëve të Këshillit të hajë votim dhe ta kalojmë të prevendim. Po. Kush janë ata që sectorit të ndihmës ekonomike të kryejnë dhe të karakterit? Si? Antar. Antar. Diku politika nga problematika të asaj. Ka një komision. Po një administrator i tek. Nuk komision. Nuk Administrator të bashkë. A ver bashkë? Nuk ka të komision. Një. Shkojnë bashkë, por burda shi dhe shmosh. Jemi, bëni bashkë e shkojnë se së nuk ka menima. 2. A matin ndihmë ekonomike familjet që janë jashtë shtetit? 3. A ka kryqëzime komunal ndihmë ekonomike i përfshirë dhe jashtë shtetit? Dhe 4. Në mbledhjen e ardhshme unë kërkoj informacion për se cili person në kriterit e përfitimit e përmbushjes për përfitimin. Janë cilë vetë analisht janë atje, nuk e ti pa parikuar, mund të jetë jashtë shtetit, mund të jetë në shtetit, mund të jetë në kopër me dhënë, me blok, me tere, me tjetër, ishin politik, po dhe njërë antarë nuk e ti, ose ju vini të rëmë, i shkojnë, apo me një listë, rutinë, muaj për muaj, dhe vini para, nuk u shkojnë normale muaj. Ajo është përgjithësia juaj dhe e ndërëdorë është kjodas, por njëmi për një për të pika një rritë. A shikoni dhe një. Se ti përponi ka një komisionë që ka teknikë. Po teknikë. Dhe sa të të dhe të të ka një komisionë për verifikimin në terren. Terren do të është veshtë, shpia ime dhe shpia jote dhe shpia. Ka i tishe. Dhe juaj të desë pasese pa parikuar ta. Më thashtë dhe o të dhe mëllë. Ka në një tjetër, për të pikë doktor e thamë që ose ju dojnë të akord, bashka gjithë një komision që ka bashkia mund të vëmë dhe një ose 2 antarëshim për verifikim. Që ose ju dëshironë. Dhe akord, a e në votim, pro, abstenim, kundra jo, një miratorë. Kalojmë të pika 5 e rendit ditës. Për miratimin e kritereve
procedurave, dokumentacion dhe sistemit të pikëzimit për përdorimin e fondit kushëzuar mbi programin blok ndihmë ekonomike deri në 6% ose me fondet e buxhetit vendor. Vendim në miratim e kriterëve procedura të migracionit dhe sistemi pikëzimi për përdorimin e fondit kushtuar me programin e blokut ndihmës ekonomike deri në 6% me fondet e buxhetit vendor. Dokumentacioni për përdorimin e fondit kushtuar me blokun ekonomike, Komisioni i mbledhur ditën e djeshme vendosi që në këto janë gjitha standarde dhe ne i diskutuam rand dakord që të gjitha këto pikat A deri në F janë konform ligjit, kështu që nuk kemi çfarë të diskutojmë për dokumentacionin, sepse është vërtetimi social-ekonomik, letë përmbledhse e daljes së sistemit pikëzimit, vërtetimi i KMS-s, fotokopi certifikatës familjare, fotokopi kartës identiteti, vërtetimi razëriva e punës si i papunës. Këto janë dokumenta që do të plotoj një familje për të përfituar blokimën ekonomike me fond 6%, fondet e buxhetit vendor. E keni tek materiali bashkëlidhur. Nuk mendoj se ka ndonjë gjë që veç një pikë që diskutuam ishte rreth numri familjeve përfituese do të jetë i barabartë për çdo njësi administrative. Këtë do ta shpjegoj mandi, kështu që Te kjo pikë jam se do njësi administrative, kërkesat që kanë ardhur për në Këshillin të Bashkisë, besoj që janë mirator të gjitha, po në të njësitë e vogla kanë pasur pak kërkesa të kjo pikë, kurse qendra ka shumë, qytetë ka më shumë. Nuk besoj që në juve si shqiptar nuk keni lënë ndonjë pa kaluar. Numri familje përfituese do të jetë i barabartë Të gjitha kërkesat që kanë ardhur ku kanë ardhur. Mua të kjo fiktike, më një mëtime, që duke që e përkaktoj, do jetë njërë, radhja po tyra po të të ike, pasaj dhe po ka punësit e të përmësit, s'ka po të, po ike një, që nuk shkon a ujë orë. Me të ndryshim jam të po. Po ike një në korë njërë, se gërë pjesë në një familje përfituese do të jetë i barabartë në rejqit e një ka të tre. Apo jo? se në fakt nuk është e barabartë. Është të thjeshtë si pikë. Kështë kërkesat po barazohet, nuk është një të kemi lënë në Po do shtohet, ti ka marrë puna do shtohet, do të heqë, ose për të barazuar e pësu. Kisha dhe një mrejtje të vogël. Një mrejtje vogël o mrejtje. Në lidhje me gjitha, nuk se s'ka Jo, se duhet, edhe kemi dëgjuar shumë praktikisht për qytet. Në pjesën janë gjithë ata që marrin pjesë në ndihmën ekonomike, ka shumë ankesë. Koleg Paco Gutierrez në bazë të PCP, në komision, ka shumë probleme. Ka thonë, marrin dërgo, ka marrin prisnohon në bashkia, në vendisirë. Dhe marrin dhe për kraje. Marrin dhe në përdi në bashkia në gjithë të këtë kontarë. Mirë, jo, në kam që në kam thënë, kam të dhëna, kam thënë, kam të dhëna, po e në hankuar, në mirë. Shikojnë këtë çështje. Ja di. Në parë po këta marrë në sëri.
Këtë që po thua e thua në çdo mbledhje. Ky ka thënë, e them çdo mbledhje se di pse Tani po po ke- ja pse po them. Po jepi emra. Jo se do të dalin emra, pastaj Jepi emra. Unë do flasim më me mandi kështu siç flasim sot. Ore. Atë do t'i marrë dokumentet dhe t'i shkruajmë atje. Desi të në mandi, ore. Prandaj po Tani, zirë emrat ose hajtë nga komisioni tani. Tani në çdo mbledhje të njëjtin gjë nuk e themi. E themi një herë dhe nuk e themi më. Ata të mbajnë përgjegjësi për atë. Jepi ja kam thënë edhe një herë. Jepi emra. Ku me emra çop vlejë. Jepi emra mandi. Që tre janë dhe tani fitim. Që janë ankuar dhe po thoj se janë të vërteta deri këtu. Deri kur të mbështinë të vërteta. Mirë është, shikojni vetë, i hiqni këta. Lasën në anë partijake, pastaj, po të them. Se nuk i ka futur tjeta, nuk i ka futur ti, i ka futur këta, me që kryetari Boshka e tash nga sa të parë, shikojnë, ju mirë, ti vjen e përgjesh të këta, që gjitha e. Jo, çdo administrator vjen përgjigj për veten e vet. Unë kam qytetin. Kam vënd djeri ka qenë me të po të them dhe me Se punë. ka probleme që Shikojni se, u hatë, dorën emra, nuk do përgjigjeni më. do që ka probleme do të japësh një Se ja ban me vite, nuk është ma se ma në shumë. insistë të Ban me vite. Dakor, dhe për vite e ri, kam dëgjuar se janë darë lek. Janë futur nga rëna juaj, filmin, njërës. Na 200 me 300 me 100, se kam, lek janë. Nga bashkia ta, në prosesi dali për ajo. Po la ditë që Nuk e ta, por e mbajmë për gjësi për të që problem, se janë, po themi, kanë e kam të katë herë, po të themi në, kajtë. Po la ditë, nuk la ne është pasi të bëjmë më na ajo. Oke, bjerë, vërtetoj këto bjerë emrat, vërtetoj. Nuk shko, ta kanë thënë 2 milionë euro. Jo çdo mbledhje. Një gjë, o gjirema, o je pake, o je kam dyshime unë. Kam dyshime unë ti, më dati, që ti ke vjetur një bankë, se kështu do flasim neve tani. Broshkulla në mbledhje. Je femra po zotërie dhe mbledhje më mbledhje. Mbledhje më mbledhje tani. Ka dhe 100.000 lekë, 200.000 lekë. Ku i ke gjuar këto tjera? Ore, bje fakte, bje remra, ore. Qanë flasim neve tani, kontra pas bregu. Vazhdojmë ta hedhim në votim këtë. Ndryshimi, ora? Zotëri, pro, Ora ndryshimi të shumë. ndryshimi e vitarë. Ligjet ajo, vëlle. E që pikën 2. Vetëm fjalin e parë. Numri i familje, përfituese do jetë parapar me çdo Nuk do jetë i parapar. Nuk do jetë. Në rregull, po pika 2. Jo, vetëm fjalin e parë dhe pika 3 dhe 2. E dyta. Në rregull. Hajde në votim pastaj me ndryshimin. Pro, abstenim kundra jo. Kalon e këtu. Kalojmë te pika 6 të redititës. Projekt vendimit për miratimin e planit operacional vjetor të Bashkisë Tepelen për vitin 2026. Kush e ka të Zimi? Si, pa filluar, do i pyet unë. Pa filluar. Mos të mërzit. Dhe dhe këtu për informacion dhe të bëri për shtypje, një nga këtu, në nga mëzruar, është inventarizimi vitit 1931. I Kullota. Si? Pse nuk bëri në shkollit në 95, në 2025 në vjetë 25 jam unë, që ka ka shumë. Si ka mundësi për pa një inventar magazine, si mund të kime të malë tjemi pranë? Dhe me vazhduar në tej, që është kjo planë operacional pa inventar? inventari është. O i tërë dhe një është në s'di që është pare, që është një, që është rëzoar, që është shqitur, jo, ne kam shumë miqësore, si jetë dhe për sëqarim shumë. Ja me nuk tim që kemi këtu për atë. S'di shumë e po, të një prezdru, dhe shumë mund dhe dhe një pyru, që ti e ke
Se ti fare dhe marrë s'pa deputat s'pa. Jo, si se jo, ti se ti vetë. Është në rregull. U vede pres të të gjej. Jo, ti më tani, vetë to, se kemi të takuar të ndryshme, ne jam të shkuar. Ti që po ka qenë në ti po ashtu. Unë habiti të të njëshë. E të njëti në bërë hartat të regjimentarit, tani këtë tani vazhdojnë një zotin tjetë, nuk përë me të mirë. Për me një një përvedesin një shkuar këmë tani në bashkëni një pjore, tani kemi plafikuar për plotorin të vitë, në rëndë në një të tjera. Kemi rëndë një të tjera, ka për ministrim. Tani, përshtetje gjithë, ky inventari 81 dhe 85 janë database që është krijuar për hartat edhe për të dhënat. Më mbrapa janë përditësuar. Vetëm vitin 2013 që funksiononin drejtoritë e shërbimit kryor me specialistë në gjitha përditësojnë çdo vit. Do të janë të përditësuar. Në 2014 dhe mbrapa, për bashkinë tonë, po kështu është gjithandej, që ka pasur mungesë specialistësh, ka pasur nuk është për ky përditësim. Dhe ne për këtë vit, vitin në 2025, që kaluam, arritëm të bënim një pjesë të përditësimit, se ai është voluminose si punë. Dhe arritëm të krijonim edhe të bënim edhe planin e mbashkërimit, se duhet plan mbashkërimi dhe duhet me investim nga bashkia. Gjë e cila është shumë e kostueshme dhe nuk arrin dot bashkia fuqi ekonomike për të mbështetur këto. Mbështetëm kur ne veshim që ishte ekonomia e vogël, atë po mbështesëm për pillotat, në mënyrë që të krijojmë një eksperiencën tonë, domethënë, dhe këto të tjerë ne po i përditësojmë. Pra, është i drejtë shqetësimi që ngret, po me atë po punojmë dhe po evidentojmë ato parcelat të cilat kanë nevojë për inversimin. Dhe do bëjmë inversimin, po bëjmë një program, po do zgjedhim një herë kush ka nevojë për inversimin dhe gjithë këtë vit na do të punojmë. Ndërsa plani operacional është një detyrim ligjor, dhe është një planifikim që bëjmë ne. Është detyrim ligjor nga ligji, që kalon çdo vit. Nëse kemi në gjë për planifikimin në detaj. Ka gjë tjetër? Po, kam janë të Vazhdo. Fakti diskutova dhe dje me Zimin, dhe duke në ardhur një plan para në të vërtetë. Në parë me vëmendje gjitha pikat, dhe nuk e di ka lexuar dhe antarët e Këshillit, themi nga plani i vjetshëm, çfarë kemi arritur dhe çfarë nuk kemi arritur, dhe cilat janë arritjet dhe mosarritjet dhe çfarë do të përmirësojmë te ky plan, se nëse është copy-paste në një plan dhe nuk bëjmë një analizë të vetes, nuk arrin gjithmonë. E dyta e thashë Zimi, sa janë rritur tarifat për marrje kullote me qira. Nëse ata e kanë parë që është 2 fish, sepse drejtojnë, po. Po. Sa është koha e marrjes me qira të pyetjeve të kullotave? Dhe ka pasur raste, dje kemi diskutuar në komision, raste që janë dhënë kullotat me kontratë deri në 5 hektar dhe de facto në rezulton 20 e lartë. Të shikohet në teren çdo truall, në qoftë se ju nuk e arrini dot që grupi punës tuaj ta verifikojë këto shkelje, atëherë edhe antarët e Këshillit mendojmë ngrëmë një grup pune dhe gjitha ankesat që na kanë ardhur personalisht ti verifikojmë në teren edhe nuk e ditë, me thënë se kjo pjesë është bërë e përvitshme. Me thënë këto ankesa na vinë qytetarët personalisht. Nuk e di me antarët e Këshillit, po në komunikim kemi ja 2-3 veta që në tapin sa herë. Për këtë tjetër. Propozime nga këshilltarët, ne dje kemi thënë propozime për të ndryshim këtu, të ngrihet grupi punës për monitorim e dhënies me qira, dhe propozimi tjetër të bëhet në çdo njësi administrative që bashkia do t'japi truall dhe pyet kullota me qira, ligjes publike në rastet kur ka konflikt interesi. Pavarësisht se eventual në ligj që nuk bëhet ligjes publike, por ama në rastet që ka konflikt interesi, ne propozuam dje në komision të bëhet me ligjes publike.
Nuk e di antarët e tjerë janë dakord me dy këto ndryshime? Këto janë dy propozime nga këshilltarët dje në komision? Nëse ka të tjera nga komisioni, kemi të shënuara edhe në proces verbal. Unë këtu ku foli zonja nuk sepse kemi dje në komision dhe kemi të dhe tjera që çdo parcel që jepet me qira për kullot dhe kështu, duhet të bëhet me pjesë publike. Unë kam debatuar dje me Gëzimi, sepse na vjen si shtamatita dhe po e përsëris pranë. Po na vjen aty me një hektar me dy, ai ka zatuar 23 hektar. Ose me ndryshim, na ka ardhur më përpara me ndryshim parcele, na ka ardhur me ndryshim parcele që absolutisht e shkeli. Këtu tek prandaj që herë tjetër do ta kemi si mesë thoni juaj që nuk ka drejt këshilli, se thotë gjithmonë këshilli që duhet të jetë bërë në pjesë publike. Dhe një vjeçare do ta bëjnë ndihmën e po ashtu me votë, që të bëhet në pjesë publike sepse ka shumë konflikte. Jo vetëm në raste kur ka konflikte. Ka shumë, po ne nuk e dim që ai e ka dhënë parcelën, ne nuk dim që ka konflikt. Komuniteti nuk i gjen dhe ajo është dhënë. Ka pasur konflikte edhe më përpara që janë kthyer. Isha këto për parcelat e prerjes për Druzjat. I keni përcaktuar për shembull ku në Lops, në Kurvelesh, në Nisi Qendër, i keni përcaktuar parcelat se vjen presë njerëzit ku duan. Prandaj juve duhet dili me një plan. Për shembull Lopsi, filan parcel, filan mend mos në person ku duan, se të ndohet apo jo. Prandaj po ashtu na ka të tjepur këto parcelat. S'kisha idë. Lidhje me tokat me qëra që jepen kush i ka kërkuar në fshatet të komunitetit. Ani ka probleme se ju jepni tokën me qëra dhe thoni mbylli këto theme këtu, ndërsa nuk jepni ide dhe po e mënoni shumë. Kemi në bashkë. Nuk jepni ide kolektive. Atë çfarë kanë kanë njerëz që vinë na aplikojnë këtu apo vinë me javë me muaj dhe ju si jepni ide kolektive. Dhe pse duhet të ide që ai trajtoj problemet e tjera. Pse duhet ta jepni? E ka me qëra problem. Po e kam me qëra do ta rrethoj, sepse do mbjell. Tani këta thonë do të marrësh edhe ne, tani që të bësh gatë. Dhe me certifikat jetë vetë. Kuptoj, është një pengesë që dhe këta nuk di se s'bëjnë. Ne inxhinier apo nuk e di çfarë pengesë kanë, nuk e di. Ata po vinë për aplikuar dhe nuk ka inxhinier apo nuk ka jashtë kompetencës. zëjtus. Po të mos servis nuk punon. Çfarë ka? Ai po e mbjell në pet, dhe të ha baktia. Tani Është e ligj tjetër që e parashikon atë, jo ligji. Se ligji janë do të mbrohet, kaq. Ai do ta mbrojë ti. Ti se në kujtatën, ai thotë vetëm marr materialet para. Rrethoj ti do nuk e rrothosh. Atë si do. Do të zgjidhet ligjërisht. Do zgjidhet me vërtetë, ne këshillo do të thënë. Ankesa që na vjen. Shikoj në rastet kur janë dhënë me qira afat gjatë, Po, një vjeçare tani. një vjeçare nuk ka më. Është një vjeçare më po mbjell. Mbjell një vjeçare këtu. Janë s'është një vjeçare. Nuk mbjell këtu. Për të marrë leje, për të bërë këto gjëra, është se këto tjetër, është Ka që funksionar për probleme që ka pas mungesë. tani, ato mangësia që ka pas probleme bashkia, që mungon të inxhinieri apo drejtori, si asaj drejtorie, ai ore ka vite 50 tani, e ka zjerë se vënd të mirë tani, nuk i merr me zor aja. Tu ti marrë me zor njerëz, kam zjerë më Po mirë. më manderi punoj njerëzit pastaj në fund. Di ke bëu rregull. Tani mos debaton, mos qasë ko tani. Nuk mbrohet ose nuk justifikohet që se po ti po takon. Dakord, po e them mendimin jemi rregull tani. Që tu ka nevojë që ai ta mbrojë. Por në momentin tani ajo zyrë ka qenë me probleme. Kur të filloj normalisht hapet sistemi, gjithat do filloj të japin dhe lera. Nuk ja ke ngrënë baktia. Po tani tani mos Ai do të nega të shpeta, po mirë. Edhe për ato, për shumë për të gjesa, dakord jam kur ka konflikte. Po për një dhënje, një vjeçare, s'u të bëjmë të gjesë në mëse.
edhe po pati konflikt na viti mbaroj sa të Jo, e ka bërë kam shumë, e ka bërë. Ka mundësi të ashtu. Shumë të konflikteve janë për një vjeçare. Unë e mbështes Ladin sepse unë e thu që s'kam të drejtë, nuk e kam në bashkia e punë brigadë dhe nuk po të njërë, kurse ai që e me dokumenta nuk e lejo. Një dhënje me qira një vjeçare, që ju dha një familje, në një zonë, në qoftë se do ketë konflikt, nuk do jepet më, do i bëjmë... Do rritën ata këtë radhë dhe pas e radhë vitit Do të vrejde, mos vrejde roka, të duroj një vit. Të po them, jo s'ka durim, do më do të shkoj. Po ndali këtë gjëra. Po s'ka durim dhe në fiqarake, mos e jep. Po Lati. Se ke shkajtë mos gjetë, mos e jep të publik. Dhe fol dhe të gjohë. Unë si vjetë kam nevoj do të marrë të parcek. O Lati, ka mund si të të gjohë tani, tu e pjesë publike për një vit tash, dhe një. Konflikte do zhiden ha pasapi. Po për to një vjeçare nuk do jepen më, do të rasim drejtorin për kace, do e temi që kjo parcel që ka konflikt, mos jepet do me qira, edhe ka. Proprietar, vam 3 vjet pa i që jep në ta. Në presim po, vit për vit. Jo, e ka... Proprietar, ka ndodhur dhe ka ma i vjeçare, ka ndjell peme, ka ndjell kit të egër. Jo, një vjeçare nuk i delë për ndjellë. Ka ndër dhe pus. Ka shke këpijë. Ka po temi neve këtë. I lejoni, jam një vjeçare dhe i lejoni me të zapton. Ka ditë të mu. Pra do rrasë të digji. Edhe unë bështes ratin pra të këta. Unë edhe kam me marrë me qiras, s'ma lejon të atu. A i që se me qiras, unë e të zapton. O, ka mundësi tani, doktor, një minutë, një sekundë. O, doktor, një sekundë. Ka mundësi të të gjoni një sekundë. Tani, mos të apëjmë, ku ka të dhe njerë. Për një pikë të revizitis njerë të fides në anëtar të këshilë. Jo 10 erë, dativ, mos por 20 erë. I te bëre pyetje, bëre diskutimin, mos e diskuto më pyre frere 5 erë. Se nuk paroj ma shkuneve të taj. O, dativ. O, dativ. Tani njerë do fidet për një pikë të redi ditës. Qa kemi për të shkruajnë dhe bloku dhe thuajnë. Edhe mos forni më për atë pikë. Kur vi pika tjetë forni. Po, doktor, vazhdo. Tani, unë kisha të kjo pikë kisha. E para jenë lidhe në motiv propozimin që për në antar të komisionit. Nëse ka probleme konfliktit, të qohet në digjes publike. Pasaj të kërër të pika e kërë personale. Po, dakor. Lidhe në motiv, ushe propozimi që për në kryetarja me... Dakor. Edhe shkesisht probleme. Atere, eri motiv. Ndryshimin, Për ndryshimin e për të pikë. Tani, për ndryshimin e dakor. Edhe për një vjeçare. Po, Në rast nuk ka konflikt për gjithë. Atere, dakor. Miratoj dhe kjo pikë kere një ditët me e gjithë ndryshime. Këtë shave një pyetje. Jashtë kësaj temës, në kuadrin e të shkëtuar të rrës pakete male. Se njerëzit janë në njohën për me medjave, se si do të funksionojë, se cilat janë kriteret në fund. Në fund pa në fund. Cilat janë arike të sarike dhe tarifë. Për generalizimit të planë të personat për vitin 2025, nga autoritin e gatuar, është realizuar pra shikimit të ardhurave të ndjeve, edhe investimet të trashikuara për institucionet nderave dhe tani aktivitatit të shtrimit ekonomisë të rrë të venesh, të funduar dhe miratuar. Presim keni dhe në vim planifikim të pratë atyre që jetën çdo vit me qira, po mundin e kërkesa të reje që nuk keni planifuar dhe tani dhe të i kalohet. Për taj përket tarifave, edhe për pulloti, tarifat kanë ndryshuar në vitin të ministrave në muajin korrik, vitin 2025, dhe i pas tarifave të vitin të ministrave për dhëmë ka qenë 100 lek për kërë dhe për 200 lek për kërë, për dhejt ka qenë 100 lek për kërë dhe për 250 lek për kërë,
Në për të trashtat nga 800 deri në 1000 lekë për kërë. Në rritur si të rritur. Ka pasur ndryshime edhe për këmbët e tjera për tarifat për përdorimet e tjera, po i kanë është që kërkoj informacionin për tarifat e kullotit për plektorët. Tarifat e tjera janë shëndit ekonomike. Afati kontratave të qerat fillon nga qerat sezonale, janë 6 muaj sezonale minore dhe ore për kullotje, deri në afat maksimal 10 vjet. Këtë tjetë në përbutje me planin e afatin e planin të mërësime, që ta miratuar. Propozimet janë bëjmë kontrole dy herë në vit, për gjitha kontratat e qerat, edhe për pasurit e tjera, vetëm të kullotje kene një planin profesional. Kontrollojmë çdo 6 muaj, ndërsa për ankesa apo pretendimet e tjera që nuk ketë, ne marrim çdo rast që nuk kemi ankesë të bëjmë verifikime, që marrim nga rojet e tyre në teren, apo kryetarët e fshatrave që kanë detyrë ligjore, që na japin në shkrim. Dhe në rast që na vjen ankesë, ne bëjmë verifikime. Nuk e di tani për momentin nuk kemi ankesa për konflikte. Për këtë do të pyetja për pyetjen që na shkruan nga ju, na përkufizoni termin konflikt. Për çfarë konflikti është janë dhe ka përket parcelave prudentiale janë të përcaktuara dhe ndërguar me shkresë zyrtare dhe administratorët administrative, duke qenë që pagesat e tarifës për prudentiale bëhen tek njësitë administrative. Edhe për njësitë administrative lopës janë parcelat miratuara. Nuk i kemi marrë shkresën të një me vetës, sepse nuk i kemi janë planë personal që parashkojnë të ardhurat nga prudentiale dhe lëndime. Për informacionin mund të shkojnë për prudentiale të shkresë ose të administrative dhe janë përcaktuara parcelat. Dhe është për marrë. Sa i përket konfliktit. Këtë quani konflikt. Këtë quaj konflikt është kur mjerë tjetër, merë tok një tjetër. A një si edhe konflikt. Nuk kemi këto konflikte, sepse konflikt da marrë ajse që lojme këtonë. Po këtë doja se të kave kështu, po. Vjen tjetëri, pronja tjetëri, edhe pretendoj që ishte tjetër. Kërkon a marrë me qëra. Ne japim me qëra vetëm pronën e përshqit. Marrë shpronën time me qëra për në të në vjetë. Ne nuk japim do. Ne nuk japim do, sepse pa pasur të mjëntar. Pa marrë certifikate nuk japim do. Se japim tash për private, si japim. Me qëra argumente. Po ka nuk beta registrojnë në ashtë ne marrim certifikatën jo shëndejnë me procedurën. Po të kemi një nëntarë, me një ministrë. Gjitha të që japim me qëra janë të registrojnë. Në duke, se nuk e një duke në një, nuk ka thënë tjetër që pretendoj që e ka tonë një me ta, një me letra me tëra. Jemi institucion dhe klasim në zyrtarisë, nuk klasim e të zanë. Për të qesë publike, është për të qesë publike në duke. Dhënia me qëra e pasurive publike ka parashikuar procedurën e udhëzimeve dhe vendimet të ministrave, se si bëhet procedura dhe nuk ka parashikuar gjithë publike, por ka konkurim, shpallje publike për konkurim, dhe gjitha publike bëhen në projekt buxhetin e bashkisë, ku aty parashikohen të ardhurat, janë të ardhurat me pyetje kullota, dhe në të gjithë publike. Që mund të tani aty të kemi marrë aty problematikat apo pretendimet që mund të kenë. Gjithë publike ne nuk organizojmë për ato që bëhen pas udhëzimit. Dhënia me qëra kullotave për kullotje, dy kullotave për kullotje me pas shkurtër deri në 3 vjet që nuk bëhet me konkurim me shpallje. E ka përshëpuar udhëzimin se si bëhet. Momentin që ka një kërkesë, kërkon procedura. Kur ka një kërkesë, vjen apo për rapim për ishte. Për kull. Se duke. Se ti për këtë pasurike të O, jasë qaro ju. Po ka të historie e të në të nëmbjes. Dy kullotave për të mund i vjetë. O, jasë qaro ju, se me që, o, i dirë. Problemi tuga që ke fjuar të sigur ka njëri pronë, ka ertë ideja shumë me letra, po me letra, që nuk e ka marrë ka një pronë, i ka ngellur. Mund jemi prona të trashguar, po si ka marrë me dokumentacion, nuk ka. Dhe prona shterë, dhe këtu nuk bëhet fjallë për knojësi për pajit të marrë. A i zotria që i ka të ka një kullot me qera, në mes të kullotës së stia, është një 500 metrës. Gjithë debati është pa të 500 metrës që ka qenë vënd ushtarat, repata që ka qenë. Për këtë është verifikuar apo jo që ajo to nuk ka përma. Nuk ka shterë. Ai e ka marrë me që, ore, nuk jepet tokë me qira pa marrë në... Po tjetëri pretendon,
Po pretendon plot se takova atë. I thash, po ne kemi letrat e sot, pe jo të trashëguar. Ishte e përgatitur ai për ta gjesa shkuar. Por nuk I ka se I thash tani I thash. Letra nuk janë Tani ato I ka marrë në kadastr, ato që I kanë qenë. Unë jam dakord, po ai diskuton për gjithë dhe për atë që ka marrë, ai ka marrë atë kullotën. Për 3 vjet sa ka marrë. Tu konflikti është për 5 metrësh. E kupton, është për 5 metrësh që është brenda kullotës. Për këtë është ne në një sekondë. Tani atë në për dëgjes publike kam çuar unë bashkë me juve. Tani mos e pyet atë është për dëgjes apo jo, se kemi marrë ne ato vendim. Ne nuk e kemi për dëgjesën publike, për arsye të konfliktit dhe për arsye duke folur që ka njëri dokumentat që është pronar, kemi pritur të na paraqitet dokumentat. Para 2 ditësh ka ardhur na Dukaj dhe ka nxjerrë dokumentat I kanë nxjerrë në kadastra. Po janë dokumenta që kanë qenë pronë, po jo se janë. Sot ato janë pronë shtetë. Ky është problemi. Dhe ne e kemi, me që kishte konflikt, e kemi lënë që ata që kanë kundërshti për këtë pronë, të paraqesin dokumentat, kanë, s'kanë. Kështu që ne nuk tani nuk kemi pro që të marrim një vendim që të hapim një konflikt. Ne s'duam të hapim konflikte, po edhe një pronë bashkia s'mund ta mbaj pek se s'dohen 5 fshatarë, 5 afsharë. Verifikimin e kemi pritur neve, ka ardhur një me dokumenta, I thashun e pash dokumentat, I thashun këto, po si more. Ajo fakt pretendon që e ka. Ore, po e ka vënë ore I lirë tani pse dëgjon kod, daj po themu mos fisim na I roba. Ka marrë dokument zyrtar na hipoteka, që kjo është tokë shtet, është pronë e bashkisë. Tani ne flasim me dokumenta zyrtare ti thua thonë ata. Po nuk mund të merremi nuk mund të merremi me thënie. Tha I, tha ky. Po them dhe unë, mund të them dhe unë tani një që do pretim pas një thënie. Unë po them cila janë ato ka të tjetër. Unë thjesht po kërkoj vetëm verifikime. Daj s'po e bëj dëgjes. Po të sjarova, daj s'po e bëj dëgjes. Po I lirë. Daj të sjarova, daj s'po e bëj dëgjesën, se presin që ata që kanë pretendime për ato, në mbije dokumentacion. Tani qatë të mund, vetë mbije, edhe jemi dakord. Po tu bëhet për 500 metrësh që është brenda asaj kullote që ka marrë. Dhe në qoftë se ne këtë 500 metrësh do hapim një personi tjetër, atëherë do të konflikti, se do kërkoj ruajt vetët e prona, jo po mëzuri këtë, jo po hurigan, jo po përja të. Nuk japim ne asgjë. Në procedurën dhe ku ka vënë parim. Edhe në qoftë se ai që ka pasur si pronë, e kërkon me qerat, po më që s'ka dokumenta pronësie, shkrat do bëhet me konkurim. Do bëhet me konkurim. Edhe mund t'ja marrë një tjetër konkurim. Pra vetëm për ka drejt paralele. E pyetëm që mos ta flasim më, I lirë. Po le pretendime do vani, edhe dokumenta zyrtare ore tani, për çfarë pretendime? Në rast të tjera që pas ne kemi përfunduar në procedurën e qerat, konkurim, edhe për përgatitur shim, ku ka pretendime, ku merren edhe procedura e regjistrimit në ASHK. Ne këta janë pretendime do të drejtojnë në ASHK për regjistruar. Do shkë kam inventar me dokumentin. Tani do dorim tërë ditën për atë pikë, tani e mbyllëm atë, presim të paraqesim dokumentacionin, vetëm do të rrojmë në një kohë saktuar. Kalojmë te pika 7 e renditës. Jo dhe po ti për para se të diskutojmë. Me dy ndryshime. Ndryshimi I parë është mbledhje grupit punës dhe I dyti me vetë gjesa publike, dakor? Se kemi shtuar në proces e bashkë kemi. Gjesa nëse ka vendim. Po pra e kam shkruar të bëhet gjesë publike dhe në klapa nëse ka konflikt. Tamam. Vazhdojmë te pika 7. Për zhvillimin e pronës të fshatat salari me numër kadastral 1.94 fraksion 4, 1.94 fraksion 5, zona kadastrale numër 3032, Usman me numër kadastral 764, 134, 131, 132, zona kadastrale numër 1913, Progonat me numër kadastral 735, 752, 771,
722, 729, 728, 722, 700, 625, 630, 636, 309, 629, 659, 682, 686. Zona kadastrale numër 3057. Me zhvillues Fondin Shqiptar të Zhvillimit, si dhe autorizimin e zhvilluesit apo përfaqësuesit të aplikojë për pajisjen e objektit përkatësit në portalin e Ubenia, me lehtë përkatëse. Atëre, toti, apo, mund na referoj. Të përshëndetje dhe një gjithëve. Unë besoj se ju keni parë materialet, mi këtë edhe për ta bërë në dije për publikun. Në monitor kemi disa nga pamjet se pak projekti është shumë voluminoz, dhe fjalë për rekonstruksionin e qendrës së Progonatit, rekonstruksionin e qendrës së Gusmarit dhe një ndërtimin e hipike e cila do të shërbejë për turizëm në fshatin Salari. Kjo është qendra e Progonatit, pra kemi të bëjmë me një investim i cili do të financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Është një projekt që ka marrë pothuajse 3 vite kohë, në cilin vjen punuar për ta realizuar edhe për të përfshirë në këtë paketë, në këtë program. Programi quhej përfshirje në zonën e Labërisë, me të cilët ne kemi negociuar në kohë me Fondin e Zhvillimit për të qenë pjesë e saj, pra përfshirje dhe Himara në kohë, për përfshirje dhe Velena. Velena në fakt kishte ngelur jashtë, por nuk e u kapur situata në kohë, domethënë ne munduam që të përfitojmë sa të mundin. Ndokush mund pyes edhe mund thotë që pse gjithmonë se ka ngjarë në diskutimin e tillë se pse gjithmonë përvelesh. Në fakt, ose çështja është që nuk është se e kemi zgjedhur ne, do të kuptohej. Nuk ka qenë një përzgjedhje jona që duam të zhvillojmë të zonë dhe jo këtë zonë. Çështja është ne jemi munduar të punojmë dhe të përfitojmë nga ato programe, projekte të cilat na financojnë, nga mbështetësimi financiar. Dhe në këtë rast është bërë mundur që të bëhen këto 3 qendra, të cilat janë përzgjedhur sigurisht nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për shkak të politikave ose politikave që ka pas programi, pra i zonës Labërisë. Sigurisht se mund të shihni pak nga disa skica që kemi të bëjmë me që kanë paraqitur studiet arkitekturore, të cilat janë të huaja në fakt që kanë bërë punimet. Do bëhet rehabilitimi i qendrës së fshatit Progonat, pra shtrimi me gur, sistemimi, do të ndërtohet fusha e futbollit, do bëhet një fushë e vogël basketbollit. Pra në një fjalë do të kemi mundësinë që atë zonë të bukur, edhe Progonati pak nuk është se ka përfituar në gjithë këto vite, megjithëse se ka popullsi më të lartë dhe është fshat më i madh i përveshit, nuk është se ka pas një përfitim direkt në lidhje me këto projekte që kemi zhvilluar ne si se nuk e pas Tirica apo Tene. Ky është mendoj unë një fat i mirë që ne arritëm ta finalizonim dhe të financohet kjo, e cila do të zhvillohet muajin e ardhshëm procedura për transplantimin e projektit. Këtu në Gusmarit, siç e shihni, përfshin qendrën e Gusmarit, Lavidarin edhe po themi pjesët rreth sheshit. Kjo është në Salari, do të jetë një pikë e cila do të shërbejë për turistët. Mobility Hub e quajnë ta, është një pikë e cila për shërbime normalisht, për nevojat e për shërbime që mund të jenë pastaj edhe shërbime të cilat mund të shitja suvenir, ndoshta në ose në diçka tjetër të lidhje me të. Por këto pra janë zonat, ato që citoj janë numrat e pasurive që përfshin projekte, të cilat janë publike, përfshin dhe zona buferike që është kufiri midis privat dhe publik, por që sigurisht është për zhvillim për përmirësimin e kësaj. Kjo është me pak fjalë, domethënë, kjo është gjithë projekti që ne kemi fituar. E kemi sjellë për arsye se do na duhet që të nxjerrim leje të përkatëse me qëllim që të zhvillojë investimin në muajin e ardhshëm. Natyrisht që përpjekjet tona do të vazhdojnë për të fitur tjera fonde e projektit. Kuptojmë ky është grant, pra nuk është buxheti i bashkisë, është grant i fituar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Mund të nëse kemi pyetje, jam i gatshëm, nëse jo, ta kalojmë për mirë tjetër. Ata vetë do pritën. Ja, s'është përkëve, është pasuri kombëtare. Po na pyetën se çdo gjë
Po, është moment kulturë, realisht edhe sikur mos ishte moment kulturë, do ishte Kur ikën drejtat e animacion, do jetë funduar. ishte smundëri, po. Isha unë di Sandri, këto projekte që paraqitjet time keni lobuar juve dhe i ka marrë kuvëresë, po pse mos të loboni, ose të mos kërkoni edhe për zonën e lopsit. Fshati i dhënë dhe ne ishim fshati i madh është Mandosana është me shumë për mua, është me shumë perspektivë, po duani që të punoni dhe të sepse ka një kala, është një fshat, po thuaj se ai fshat turistik, po të ndërhyri, po të ashtu ai bëhet një nga fshatat perë, jo keni pa vetë. Prandaj ti e shpreh edhe veti që se kuptove dia po të kam thënë, që lopsi faktikisht në çdo ashtu është një pasdore, po ka mundësi ti lështoj vetë këtu. Tani ne këtu kemi këtë dokument për kalor, po kemi një pyetje për dokumentin, tani kërkesa për lopsin. Kërkove rrugën, apo kërkon rrugën Zëmbla dhe Matosanaj është futur atje, po lopoi ka për të rrugën. Tani ku është? Po kur të vi? Tani me radhë gjëra, tani po pe që mori lati në një gjë dua dhe u. Po flasim për të dokument ore. Po flasim për të dokument. Atëherë, Latif, të lutem që të dhe kuptohemi dhe të ecim shpejt, por unë po të shpjegoj ty në raporte me ata që ta dëgjojnë, se natyrisht nuk është kaq audienca që ne diskutojmë. Atëherë, përse përket lopsit, unë të shpjegova ky program që ne e përfshim Korveleshin, përfshim dhe zonën e Labris, pra duhet të liget detyrimisht me Kuçin, me Boshin, me fshatat e Imarës. Kështu ishte politika e caktuar nga Korveleshin. Ne u munduam që në këto kushte të përfitonin diçka, duke kërkuar që të bëj diçka për Korveleshin, sikurse janë këto që sapo ju përmenda. Dhe lopsi lidhet me Lorë. Sigurisht do vitë lopsi, ajo që përmendi dhe Beni, lutem. Për sa i përket lopsit, jo më larg se para 15 ditësh kemi përfunduar projektin e zbatimit për sa i përket Matosanaj Sinanaj. Sigurisht jemi duke diskutuar për Sinanaj Sevasteri, që është një akt shumë i rëndësishëm është kombëtar, jo thjesht për shërbimet apo ndërkombëtare të bashkimeve. Dhe kemi bërë përpjekje për të patur Matosanajin tek programet e Bankës Botërore për zhvillimin e turizmit. Por nuk ka qenë e lehtë, jemi sinqert, sepse sigurisht që të gjithë duan të përfitonin, nuk kemi vetëm ne bashkëtet e Velenës, është në prioritetet tona, është shumë e rëndësishme që edhe Matosanaj, edhe Dëmlani, cilën gjithashtu kemi bërë përmirësim të shtresave statistike përpara ditës kemi përfunduar projektin për përmirësimin e shtresave statistike, dhe shpresojmë që ti vëmë jetë, ti brenda vitit ndoshta me shpresave. Kalojmë në negativ. Tani erdhi në votim pro abstenim ultra ska. Mirë, kalojmë në pika volatil. Kalojmë te pika 8 e renditës. Projekt vendim për zhvillimin e pronës së fshatit Dragov me numër kadastral 392, zona kadastrale 1529, me përfitus bashkim e Velet dhe zhvillues Cesni Albania. OJF si dhe autorizimin e zhvilluesit apo përfaqësuesit të aplikojnë. Atëherë bëhet fjalë për projektin që dhe rendra që shikojmë në monitor. Bashkia e Velenës në bashkëpunim me organizatën Cesni të turizmit, e cila operon nëpërmjet, është një organizatë italiane, e cila përfiton fonde nga programet e Bashkimit Evropian dhe i shpërndan ato përmes politikave që zhvillon dhe kushteve që kanë në raport me bashkitë, me institucionet po themi apo që ofrojnë me bizneset. Në fakt ky është një projekt që ka nisur në 2019, ku është fituar si projekt nga ana e tyre të kuptohemi. Dhe ne munduar që Bashkia e Velenës të jetë pjesë integrale e atij projekti, duke përfituar diçka.
kemi fituar si dhurat, pra është do të jetë donacion, do të jetë dhurat Bashkisë Tepelen. Ky është një stacion i vogël raftingu, pra për aktivitetet sportive ujore që do të quhet Radios. Gjithë qëllimi është që përgjatë rruginës së Radiosës të nxisim të rinj, kryesisht vjense duke qenë se bëhet fjalë për sport ujor, por natyrisht dhe vajzat. Të shpresojmë, për unë jam dakord të karë, në qo se është kështu, hajtë të motivon dhe këto balkërë se po i gjithë. Po po them cili është fjalë klas, është nisur në 2019 dhe jemi në 2026. Thonë se sa kohë është dashur, do të thotë që por ne kemi përfituar. Dhe do ta zbatojmë këtë projekt. Është bërë fjalë për në Dragot, ideja ka qenë që mos i çojmë gjitha gjërat në qytet, por të shpërndanim edhe pak në fshatra këto investime. Dhe do të përtohet po atë me kështu me fjalë popullore përballë atij kastriotit Taverna Boçe, është parcele e lirë aty. Do shfrytëzohet një pjesë e saj, të shumë pak, e cila të ketë akses dhe me lumin dhe me aksesin e rrugës, duke qenë se është dhe ura e Dragotit, se duke qenë se është financim që vjen nga Italia, kemi lidhur edhe pak me anën historike të urës së Dragotit dhe ndërtuar në atë periudhë të financimit. Kjo është një fjalë, të shpresojmë, kemi besim se janë të katë ndjenë që kanë shprehur interes në fakt për të marrë në aktivitetet ujore, ne duam të angazhojmë të rinj që të zhvillojnë, sepse gjithë thelbi i turizmit është ne mund të kemi natyrë shumë të bukur, por nëse natyra nuk përkthehet me aktivitete, pra pyetja është nëse ti vjen te Berlin dhe nuk ke se çfarë bën, pra nuk ka aktivitete sportive, të cilat preferohen nga vizitorët, atëherë turisti është destinuar që të shumë pak ose as pak për të larguar në drejtim tjetër. Dhe ky ka qenë qëllimi i ndërtimit të këtij objekti, është shumë i vogël fakt në vlerë dhe në, por mendojmë që është i rëndësishëm për perspektivën për nxitjen. Kështu që kërkojmë natyrisht mbështetjen tuaj për ta bërë realitet, sepse financimi është gati. Faleminderit, kaq kisha, i dashur. Në të pikë, a edhe votim. Atëre pro, abstenim, kundra jo. Mirë, miratojë. Kalojmë te pika 9 e ditës. Për pranim në shpinë të moshuarve Gjirokastër. U ka emra, s'ka emra, të shpinë e moshuarve. Keni material. Ishte Tepelen është paraqitur kërkesa e shtetasit partnera lira e banorë njësisë administrative qytet Tepelen për të pranuar në shtëpinë e të moshuarve Gjirokastër për strehim. Në bazë të kërkesës, dokumentacioni i përkatës plotëson kushtet që ne t'i drejtohemi shtëpisë së të moshuarve Gjirokastër për ta pranuar. Vetëm më kanë të raportin direktor, një kamerat. Ky dokumentit është një është raportin direktor, nuk kanë. Po më konse do të. Ky është apo, se dokumentacioni plot. Se ti plot po janë. Çfarë do të? Mund të vinë përsëri Po i mati një projekt vendimi inovacion, po 1, 2, 3, 4, 5, të cilat jemi më. Pa praktikuar, është të shkoj fare rasti, por se dokumentacioni është rrezikshëm. Ka një pjesë por kanë ndërtuar, ka të lidhje tjetër. Çfarë të bëju? Nuk e do të thonë, kanë një kishë një raport në zonë, atë është kualifikon. Kanë në probleme. Sepse ka pasur probleme në është dokument që e kërkon, jo pa qëllim. Detali mund të jetë shëndetit. Dhe nuk është pjesë e këtij kuantiteti. A kupton? Nuk ka qenë. Tash se të trovish marrë, desë u pas kanë ndosur.
Nuk e marrë me një të reja ti. Se pranoj, po se pranoj. E cënuar. Bëjmë të propozimin e këtë, po të ta bëjmë të propozimin e këtë. Edima të madhëse, Edima e ka bëjtë të propozimin. Jo, Mirenda. Ore, unë anoj të pjesa profesionale e ime Nuk ti ka diqë. qenë një nga mjetët aty, ka qenë. Atëre mos e vjes, mos e vjes. Mos e vjes, mos e vjes, ti ultim, ku ta besoj për ti për ti. Mos e vjes para me. Pas pas e mos e vjes. Ore nuk e qëmë nuk vetë nuk ta merë shqipia. Është gjuna i madhë, po desha nuk e të Ne nuk e të dojmë. Dhe ta ka kusët dhe që vajnë shurala. Ai do procedu me ta marrë. Ore, mos e ti të vjes. Ne njojmë personin fjarë, që ne ta plotësoj dokumentacionin më mbrapa. Po e kërkoj aja. Dhe vendosëm të kaloj në pushim për halimin në shpinë e moshuar e Pirokasë, me plotësimin e gjithë dokumentacionit në poshtë. Mira atëre, edhim në votim të projektit. Ne autorin të gajtë veja, që pranojmë. Edhim në projektit të votim. Pro, abstenim, një, kundra, jo, një abstenim, Kalojmë të pika 10 verës një ditës. Për miratimin e verës maksimale të subvencionimit të qiras dhe të nivelit qiras mesatare në 3 lirë. Po, Makinda e ka? Irela. Po flukje. Po Irela, ja este forma casă de public për të pikë, ka në një si kemi vlerësuar këto. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Në bazë të ligjit 22/2018 për shtërimin social, ne kemi bërë njoftimin në nëndor për të paraqitur kërkesat për aplikim, nga që nuk patëm më shumë kërkesa dhe nuk plotësonin të gjitha kriteret, u shtyva fati denjë dhe dorë dhe munduam që të siguronim dokumentacionin plot për subvencionim nga bashkia dhe shteti për masën e qiras. Masa e qiras përcaktohet në datë shtatë në bazë të ardhurave ka familje, mund të paguhet në bazë të ligjit, mund të paguhet 100%, mund të paguhet 100%, për familjet që trajtojnë me ndihmë ekonomike ose për familjet që kanë aplikuar por nuk kanë përfituar nga ndihma ekonomike. Në 90% e aplikuesve janë përsëritës të vitit të mëparshëm, dhe duke qenë sepse nuk kanë dëshuar status të tyre dhe kontrata notariale qiras është më shumë të 2 vjeçare, menduam që edhe masa e qiras, duke u nisur se edhe shoqëritë imobiliare nuk kanë detyrimin të bëjë testimin në tregut plotësisht në mënyrë të rregullt, vendosëm që masa e qiras të ndrojë në masën që ka qenë vitin e kaluar. Me zbardhjen e fondit, ne kemi caktuar një pikë aty, me ardhjen e fondit, edhe mund të bëhet në një ndryshim për masën e qiras, nuk e di, e kemi bërë një propozimin, një kërkesë në relacionin që kemi dëbuar. Gjithsej, kanë aplikuar në dokumentat të rregullt që disponojnë 37 familje. Ne u kemi përcaktuar të relacionin, ishte ndar me Klub është pikë tjetra, jo? Po ashtu e këtë një, e pasaj Mirela. Për masën e qiras, pasaj është pikë tjetra. Po, njëra masë e zajnë në të I një problem është një masë e zajnë.
Komisioni mendon të kaloj për arsye në vetme të kriterëve që plotësohet nga banor, bashkisë së Pelerë, duke ditur që përmbushjen e detyrimeve. Edhe la përpik me falja. Për miratime në vlerës maksimale subvencion qeras dhe të nivelli qeras. Shifra të është edhe nga konstatime ka që janë. Mirë atëre, për pikën e pikën 10. Keni në gjë për të shtuar apo ka edhe votim? Ja di. Pro abstenim kundra. Pro abstenim ska, kundra ska. Mirator. Kalojmë te pika 11 e rendi ditës. Për miratimin e vlerës maksimale të subvencion qiras dhe ndrymet qiras mesatare në tek lirë. Ola. Pika 11. Klubi na foli për të, janë 37 kërkesa. 6. O rështuar një më prapë. Ka na vlasë mire nga prapë. Nuk është për bonus për rastin. Jo për bonus, për ato. O lërore sështë ajore në skënderin ka të shkurt ajo në anjane. Skënderi i ka vajtë komisionit e shpia, me gjemë për në skënderi, dhe është para shtyshme e shputën programin e përmirësimit të banesa. Nuk është në programin për bonus për rastin, skënderi ka bonus. Ore në katë, është muaj tjetra. Janë 37 persona që nuk me kanë prurë vërtetim, që nuk kanë asnjëri pronësi, ndërsa skënderi ka pronësi, nuk e fusim dot. Me që doli dhe ky muhabet, Ladi. Jo, është në vit. Ladi. Me që erdhi ky muhabet për një sekond, për përmirësimin e banesave, është hyrë dhe në kamp të shkurt. Dhe përderisa ai dokument do kalojë në këshill, do bëjmë një mbledhje të dy. Do bëjë jashtë radhe për atë dokument. Tani, të ky projekt vendim, nga 36 është shtuar dhe një kërkesë më mbrapa dhe në 37. Do me do tani, për këtë shtesën nga 36 të 37, edhe për këtë pikë të rendit ditës, edhe në votim. Jeni dakord? Për një shumë para votimit unë. Po. Tani këto pagesat janë gjitha, është si ka atë. Ku e verifikoni ju, dakord, dokumenti që janë pa pronësi shpijet dhe tash. Po ku e vërtetoni pitari nuk rritë e mëma? Rritë e mëma. Nuk kam pronësi rritë e mëma. Dhe të vetë verifikimi në vetë, ose të rritë të madhvesh që paguaj kjera në pitari të X. Që i përngjek në hava. A mu donë? Një dokument zyrtar e veç që unë nuk kam pronësi shpijet, dhe ku i qoj këto lek unë? Se këto lek mund të rritë e këty, unë të rritë e psikologi, mund të abuzojnë mentarje, edhe të ke funit të vetë një akë që këj lek të derdhe dhe zyrtarisht. Nuk është vetëm dokumenti që nuk kanë shpi. Dokumenti që nuk ka shpi, ka shumë dokumenta tjera. Janë mendim sociale, janë vizuar, janë nënam, janë bërë vajza nëna me fëmijë se i kemi të cilësuar aty. Shumë dakord, dhe kujdes. Por me ligjë do vetë të shtëpia jote, unë e kira. Do me ligjë të marrëveshje, kira të marrëveshje. Doktor, me ligjë, në aktin në kontratën notariale që bën atë. Është abuziv dhe abuziv ligjor ky. Edhe ligjor, pra një kira marrës, një kira trasme, një kira marrës, duhet të një marrëveshje notariale. Po nuk ka asnjë këtu pa akt notarial në dosje. E para, e dyta, e kemi me ligjë, jo më shumë se 3 muaj, e kemi me ligjë, jo më shumë se 3 muaj. 36 apo 37 akt notariale të na i bie që. Po, fotokopjoj po sjell. Po ndjes. Po, më vjen këtë pas. Atëre në publikun ndjes. Nuk i morëm të gjitha dokumentacion vetë, çdo dosje ka mund të shifruar i
Erdhi në votim me gjithë me një ekipi shtesë. Ja, një sekundë. Jam verifikuar që të gjithë këta 37 persona i kanë bërë vetë kërkesat, janë paraqitur vetë tek ju apo kanë ardhur nëpërmjet një prindi, sepse e shoh si shqetësim, domethënë dhe vërej që njësoj si ditari, ka shumë emra këtu që ne i njohim, që jetojnë tek prindrit, ndoshta jepet bonusi që raz, domethënë në atë formë dhe mund të ketë ardhur prindi parë vetë fëmia këtu. Nuk e di këtë pjesë. Nuk pranohet kërkesa, nuk është aplikuar asnjë dhe nuk ka ardhur asnjë kërkesë, nuk është parë vetë personi. Parë vetë personi. Po bëhet nëpërmjet Albanias, pastaj është komplet pjesa që do marrë në bërë kërkesë tek Avisa, kanë ardhur të gjithë me kartën identiteti, janë paraqitur atje dhe me kontratën, nuk është bërë asnjë kërkesë pa kontratën, e ke rast. Dhe Adisa në rregull, Adisa e mban pjesën e përgjegjësisë që vetë personi ka ardhur ka bërë kërkesën. Nuk bëhet pa vetë personi. Unë mendoj që të rishikojmë pak me vëmendje dhe të shikojmë sepse nëse ne futemi thjesht në sistemin Teams, disa persona mund mos jenë fare. Unë garantoj këshillin sot me përgjegjësi penale që të gjithë ta unë i kam ndaluar vetë personalisht. Janë 3 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Atëherë ja po e rësa, po e lëm, jo, po fola pra të kush janë. Jo kush janë. Thjesht ne kemi çmimi që kemi lënë me 70. Okej. Kto që kemi lënë me 70, maksimumi 90 bençit kanë bërë këtu. Ja ku i këtë gjithë, ka filluar me 70. I kam të gjithë listën, kush e dhe 70, kush e dhe 10, kush e me 90. O zotri, erdhi në votim, edhe votim me këto ndryshime që thamë që duhet të na vinë rrasë që do vinë ato kontrata. Atëre, pa diskutimin Jo në erës tjetër të marrim për këtë projekt vendim plus shtesës që vend 37. Pro, abstenim, kundra s'ka. Mirë miratorë. Nuk është mua vetë që ti kalon me rrapë Po tani nuk diskutojmë 20 e nuk ishë pikor në ati tani vonojmë i kohë tani. Tani flasim njerë. Jo mund të asherë pak. O e kemi edhe për detyr që në çdo 3 muaj t'i kontrolloj. Unë e kam prerë të parë, por në çdo 3 muaj e kam e ligjë, duhet t'i kontrolloj. Janë vëndësia, kjo është tjetër problem. Por që këta 37 kanë ardhur janë paraqitur te mua dhe unë i kam çuar te kam bërë kërkesën dhe kanë dhe aktin notariat që unë e kam lexuar. Vazhdojmë te këta persona jetojnë në ato banesë. Ata mund t'ikin nesër. Do i kam të dy ta kontrolloj. Do i vete për kontroll, do t'i vete për kontroll. Kalojmë te pika 12 e repi të ditës. Nuk e di se ka bërë. Pika 12. Përdhënien e ndihmës financiare për dëshpërblim nga pakësitë natyrore. Ja një minutë të flasë arë pasaj. Është folur të është plumje. Po, unë kam lexuar të kështu si ka plumje 3 dhe 3. Po mirë le të flasë ato që do Do ta ndihmoj plumje, në rast se mos bënë gabim. Plumje. Atëherë, nga kupi punës u konstatua objekti shumë, si reversimi i zjarrit të shtuar, vërtetimi i zjarrit të shtuar nga sektori i shërbimit të njëjtë. Nuk ka vërtetim për të pasur të lëndëmia. E keni vërtetimin e zajrit të ndihmoj. Ndoshta urdhoni mund të me vull me firmë. Okej, se kam të lëndë. Ndoshta nuk është atë për të si marrësi e shqipit të faktë, kishin avit dokument ma të tëta. Yes, unë nuk e mund t'ja sugjeroj me butë njëmë. Vendosi, pika 1, pika 2, pika 3. I akordoj familjes së shtetas së Krasar Hoxha ndihmën e vetjente në vlerën 23.000 sa shkoi në 103.000. Kush është 23.000? Tani sqaroj çifra të vlerën? Po, kemi me shkronja e kemi 23.000. Jo në ndjesh s'kam parë preventivin, nëse nuk e di. Qa ke shkuar këtu? Pika 3. Po pra. Ti akordoj familjes së shtetas së Krasar Hoxha ndihmën e vetjente në vlerën. Jo me vëmendje. 2300 i bie 23.000.
Dhe me në shkruar është 230.000, 23.000 apo 125 pipa. Gjysma merë. Na 230.000 vjetra në 2.300.000 vojtron. Po 23.000 pasaj vetë këtë votoj 23.000 apo 23.000? Zjesë për gëndishme. Të miratoj kërë për ma projekt venditu dhe të vendimu. Dhe akordoj familje të shtetë të shatë në venditu në mërgjetën dhe a që se të rëmi? është se të rëmi? Po këtë do të këtë rëmi? Këtë do të votimu? Jo, këtë rëmi. Jo, ja këtë preventive. Kështë vendimi jo dhe, shështë një? Besoj se të ndimon. Jo në një po do, unë nuk dal nga modicion, është 125.000. Por nuk dash për këtë isha. Në do përmosim të të Po shtë si ka mos. Ja, ka ngiru rejnë të ju. Apo i dushojnë më vete fuj duke një Është ndryshuar dje komisioni lajja, është ndryshuar komisioni. Jo ka shpirë, është ndryshuar komisioni ajo. është me preventiv që nuk është ndryshuar dje në komisioni ajo dhe nuk është sjell. Nuk e shkuar. Ndaj tash jo kia. Dajte tash 125, nuk gjove mua me fjallë tash 125, si të ju të 30, jo është 25, se dje komision është diskutuar, është Erdhi në votim. Ani, kisha dhe unë diçka në lidhje me këtë emergjencë. Kam drejtje dhe duhet që se zbën rast tjetër, duhet marrë pjesë një nga pjesëtarët e drejtorisë në bashki që ka lidhje me këto, sepse dhe gjitha kërkesat që nga vinë neve, nga vinë këto si këshill, shkojnë bashki dhe nuk na është kthyer qoftë edhe një që thotë nuk bëhet, ose do të bëhet, ose se ka randëm, këto merren, çojnë atje poshtë edhe ku i hedhin nuk pa di adresën. E kam në lidhje me këtë lloj dokumenti që na ka ardhur sot. Këtë lloj dokumenti që na ka ardhur sot. Ky nuk e ka ardhur, sepse ka ardhur një ankesa 6 të tjera përpara dhe ne nuk na shton asnjë justifikim sepse ato nuk janë bërë. Nuk na shton asnjë justifikimi pse ato nuk janë bërë. Nësa ky vjen në dhjetor dhe në janar nuk e di. Se çfarë emergjencë është, dhe tjetë që atë doj, të tërë kanë patkesi natyrore, njëri e ka nga babaj, tjetëri nga nëna, tjetëri nga komari, tjetëri nga hushka. Problemi është tu. Po ja, po unë jam i me dua përgjigje. Po, përgjigje unë Pse nuk ka ardhur, nuk do t'i përgjigjesh ti, se s'ke. Po ti do evidencave. Edhe kjo ka qenë nuk kjo dhe evidencë. Para shtëpisë, se mund të jetë tek dhe familja, fëmija. Pse s'ka ke përgjigje më përpara që ajo nuk bëhet? Kur të mushli, po s'u ka ardhur. Dhe s'ka të vetë nuk e ke ditë tash ashtu. Jo ditë në vitin mos e politikë se ka ditë ku fati. O zoti jo çdo gjë vjen dhe mos e ndon ngodhi mush. Po se mos po praktikisht zoti. Da sa kjo është emergjencë ishte në zjarr pa me brenda emergjencë. Kisha me punë të fare. Po ti thua me emergjencë me kë me drejtorinë e mi. Të vjen nga drejtoria poshtë. Po s'ka punë ai poshtë. Asnjë kërkesë jote si këshill nuk po na vjen dashur që nuk bëhet. Po ju vite mua gjitha kërkesa. Se kur jo ato ide i vjen ai me trajnerin. Po jo vetëm jo. Po se thua ka dhe bridi sa dasi tu një pjesë e juristit. Gjitha dokumentat që kanë ardhur emergjenca janë shokuar. Janë shokuar. Po kujt? Po janë shqiptuar e tjetër, janë shqiptuar pra në ne dhe nuk e vendosur se çdo. Jo ka të muaj, janë shqiptuar ka të muaj, pas muaj. Edhe nuk. Po ajo që kërkon nuk ka ardhur ai të kërkon. Dhe nuk e kemi gjithë nuk bëhet.
Kaloj kjo edhe e thori s'ka kaluar ajo e shtator. Kjo drejtori mund ka vetë në përpara shtatorit, që është bania. Po pra, po, për të po. Ka dhe vlerësim, e mush nga vlerën 3, në takshtiri është. Unë shumë, nuk të rëkova direkt, kjo është e fundi, se po të rashi i kërpojnë, do një me bashkisë, do bashkisë, do organizacionin që... Ore, nuk të të do të përgjigja i morë. Jo, ai duhet ta kapim, se ata kapim. A, pra, oni ta të përgjigje. Po aja ti zotëris, që ka bërë kërkesë, të bej kuj ka në letra, tani unë në sunë. Ore, dhe në shani e mo. Po mi mo të aja ti të kërkojnë. E kam atë. Ja shumë kërkesa më shkërë. Ore, David, që për shtëpije, që për kate, çdo kërkesë është të proces. E dyta, duhet të dish një gjë që edhe këto emergjenca, vjen ato më të vllasi që është kjo djegja shpirtit që ore bashkia si mendon ti, ke bashki të pasur ti, ke bashki me borxhe. Edhe nuk mos mendon ti se për çdo gjë do vetë bashkia me komisi. Po hiç. Jo nuk hiqen ato. Ore për të një pikë nuk vim djetor tani se na çmën dhe ke dishëmbullira në pratë tani. Unë kisha kërkesë. E bëre bashkisë të bjerë në rregull. Dakor. Hidhen në forë. Erdhi votim. Po në rregull, hidhen votim. Erdhi votim tani. Që pjesë vazhdim. Po bashkia nuk i bie materialet. Hidhen në sprit votë. Ai më bota pinos. Kërkesë që bëra. Që bashkia të bjerë operacionin O zotri, për pikën 12 për vendime financiare, pro, e kam atë po. absenim, Po një propozim. ore ai Ju ai përgjigjet ajo, me kova dhe aty, të tip, bëj propozit si këshill, që të dokumentacionet që ne i përcjellim do ta ketë përgjigje për ai muaj. Atë ndjek ku pra ndjek ku. Po mi mund ta ai fort. po çfarë voto vllaka ja do Do ta vjetë bëjë. informacion në ta se një informacion. Do të thuaj informacion. Një informacion. Në kjo se je tash po mi tani. Po ne po shkruaj ekipin e tij aty. Po është indetyruar të kita volin në time, një orë, të vjetë një gjitha kontrata. Pra të ma vjetë informacionit, tu në tani, nuk ka informacion. Të gjitha kërkesa. Ose të më jepet informacion që do vi pas një muaj. Të gjitha kërkesa. Edhe për kërkesën e Ladi. Ore flasëm Ore këto mbajnë në proces verbal dhe kjo i dërgon shkresë së bashkisë. Nuk na jepet informacion. Po i pia unë mora shkruan, po e shkruan ajo më bukur, po mua s'po ka informuar çka ndodh. Sa ka thënë. Po si, ço, për kërkesat që kemi bën ka ardhur informacion. Po për kësaj, Të gjitha, për një rast. Do thuaj një gjë. Do thuaj një që s'ka ardhur. Por në vjeçën që është rrethuar gjyshme në vjeçës, dhe nuk më provë informacion prej 2 vjetësh, vjetësh që vetë inxhinieri ka pranuar që ka dalje nga kësaj. E mora një. Ja, Sa Sa kërkesa do të dosh nga si aty, edhe kur do të bie bashkia pa kërkesa. Që ato ne posta tani të bie. O pra ta bëj kushtolla, për një muaj duhet të shutoj bashkia ta kërkesa. Ne i çoj, e pra bie kështu. Kjo japë informacion. Kjo bëhet kjo s'bëhet. Te kam hallur për tani ti, ka halloj për ti koleg apo do i bëj ata. Si do ti koleg të bëj ata? Për gjitha kërkesat. Guardem, o să veni tu, nu bia să-i përgjigje kaq. Po kanal me për vendime ora, është akorduar ndihmë. Po, tani mos ta bëj këtë. Bona e shkruajti kërkesën e Ladit dhe do vi informacion, do marr informacion nga bashkia ta bie. O doktor.
O doktor, Volati, ka mundësi të dëgjoni tani. Çfarë vazhdojmë tani komunikimin juve dhe o bebi për fikun herë, për muhabet. Tani bebi të tira mirë tani. O më dëgjoni çfarë Shiko, për ato kolonat që janë në Lvice dhe shaka të tjera. Bashkia do të komision verifikim për si kanë zhvilluar ato. Po më mom tani ka 3 vjet tani. Po 3 vjet ka mundja të këto. Po e ke ditur ti s'ka që thën, gabi ke Tani se nuk shkon tani, e dyta. Për të gjitha provendimet që kemi marrë, neve ja i kemi dërguar shkresë bashkisë për ta sjell për çdo gjë. Për çdo gjë çfarë bësh? Që do vinë, do vinë. Tani kalon te kërkesat e qytetarëve. Që është pikë Hajde lezoj. Tani, Drejtuar bashkisë e pendent shiti bashkiak, me qesë. Tani, po të gjojmë që ka në maron në në O, unë i këtë shkruari Qamil, Myfyt, Qamil. Banusi qëndrës administrative, Kurvenjet, fshati Lvic. Parashkoj të rezultime si bërë. Unë jam moshë 63 vjeçare, jetoj në shtëpi e babajt, babaj më ka vdekur, jetoj vetëm pasi të ardhur. Kam dhe probleme shëndetësore. Shtëpit që jetoj janë të amortizuar. Dhe kërkojmë nga Këshilli Bashkiak një fond për riparimin e shtëpisë. Të verifikohet shtëpia nga ana juaj. Tani, jo nuk të fali pare tani, por lera tani më vlesh të fletoj këto. Këto fondet kujtja janë dhe pastaj vazhdoj. Këto fondet që do jetë për këta. Kujtja janë dhe pastaj... Po të shkje Ministerës Ekonomisë. Ore, edhe ai bonus i qiras, ore, po të gjoni se konë. Dhe bonus i qiras që e putu në këtu, na Ministeri Ekonomisë është. Bonus. Po pastaj kesh shkruaj dorën e kula dhe ju Ministeri Ekonomisë. E po e të të jetë ato me në O qapë të nuk e, ore, ka vërë vetë shpimin a i, ore, o zërë. Nuk e ka vërë në ligja ja që shpitemi. Jo, herë ato. Në qovë se vje fondi ka më shumë do të arrisim ta. Janë shumë ta dhe O Ladi. Në qovë se vje fondi më shumë do të O Ladi, Ladi, të mbarojmë tani se na shmën dhe ta të rëti. Tani ky që thot për rikonstruar shtëpie, ky Qamili, Polëria, Marsela, dhe mërojnë të zotrinë, të vita aplikoj, të bje certifikat në nevosis, vita aplikoj të zyra... Ka të babaj. Ka të babaj. Është rezultari fundit që babaj. Ka rrë shtëpia dhe vina halli në katua. O... Aja halli është e vërteta. Më dëgjo. Dakor dhe, le tani mos... Qa e drejtoris për kase i dakor? Unë e një dorë nga qërë drejtoris për kase. Po, lajmëroni atë të vita aplikoj. Lajmëroni po ky, që ka... është një kërkes po më nëgjoni se më është një kërkes nga disa familje në Kala. Këta familje në Kala kanë një problem që shpite të tyre janë të vjetat 5 vjetës dhe kjo mbulesa me ras buri është e rëndë e një banë, ras e brëma. Edhe këpoj që të ndryshoj nga ras buri e këtë, ka për kërkes për djeni Këshilli dhe kërkes bashkisë. Edhe këtë kërkes ja delegojnë bashkisë. O Ladi. Dakor, ja këto... Po jo nuk jemi dakor do kretar, e di pse, jo se jam dakor që i bëhet atje. Po Kalaja brenda,
e ka marrë të se po punojës atje. Tani duam ne të hymë të muhabet, se jam me burr apo jam me atë. Të apëj ata sot. Ku kemi ne të Nuk votoj për këto neve, janë kërkesa që i lexojmë në drejtuar këshillit, dore që në çudita, ç'e flet kot pa lidhje. Janë kërkesa i drejtojnë bashkë, Oladi. Ore ullja të ndoj Albert Bumenit me emër, dhe është i detyruar Beni Tamar. Ta lexoj orë. Ore nuk do votoshi për këtë punë. Këto kërkesa që i drejtojnë bashkisë dhe për t'jeni këshilli ne i lexojmë atë nevojë bashkisë. Tani përse e kundër atij? Por e flet koto burrive o porive mos fol më ata në vjet tjetër. Mimi mendoj se një votim tjetër. Po s'ka votim tjetër. Tani, do të dëgjoni se kundër burrive. Ore, do të dëgjoni se. Tani to janë dhe unë jam ai vetë. Ore, do të thëni këtu se o doktor, po thej që vetë të presin njerëz. Tani, shiko sa është kërkesa. Tani më dëgjoj se po, që mos i lexojnë gjithë. Janë gjitha kërkesa Rikonstruksion banese. Janë të gjitha kërkesa për rikonstruksion banese. Tani, me që jeni punë dhe bashkia do të i punë vetë, juve, me një ofet që keni, me atare, për shumë lazje ka lajmëruar një që erdhi aplikojnë. Dënë lajmëruar këta në mënyrë që ti të aplikojnë të faktjoni aty lartë, sepse duhet të aplikojnë a i Albania, duhet bjenë certifikatën e policisë. A përvedeshim fajnë vetëm këj babush ishte? Jo ne këtojnë në shumë, ja kjo është të po kërkesa ja. Tani, ka mundësi të më dëgjoni ore, ka mundësi, deri... I panë, dakor, kemi i panë, i lexuar një qytet. Ja delegojmë zyrave përkatëse për t'u vlerësuar. Mbyllin kërkesat, të gjitha kërkesat ja delegojmë zyrave përkatëse sepse janë të drejta gjithë, pa ndje komision. Tani dua të them diçka tjetër. Deri 14 shkurt është afati për aplikim për rekonstruksion shtëpie çartien të tash. Tani njerëzit që njihni, që janë allergji. Mirë ore, ta aplikoj dhe O doktor, o matita në një domdik dhe marojnë. Ani, ore, kush është nevojtar, edhe ka nevoj, ore, beti do në ka shka nevoj, ore, zdurën një do, po që një futi e madhe, ore, ka mundësi, deri në 14 shku. Njerëzit që janë allergji, që s'kan të ardhur, që janë mendime ekonomike, që kanë qartje, konstruksione, po unë të vinë të aplikojnë në mënyrë që të përfitojnë nga kjo. Edhe janë dhe disa kërkesa tjera që njëra është për dëme në rreshjet e shiut, edhe këtë doja të çojmë bashkisë. Edhe një kërkesë tjetër, lagja 5% për dim nga bashkia. Po i njëta në bashkia. Është një kërkesë a i pallatat. Për izolim soljet e pole, atë ja drejtojnë bashkisë. Edhe kjo për rikonstruksion. Dove gjitha këto kërkesa ja delegojnë bashkisë në zyrat përkatëse për të marrë me këto kërkesa për zgjidhur. Edhe në fund bashkia, kur të mbaroj, do të na japë informacion, do t'i kërëtar. Do t'i kërëtar. Dhe në fund bashkia do të një sekundë, një email që na ka drejtuar një zotëri bashkise për disa ankesa që isha atje, ishte kjo përgjigja nga bashkise dhe
Nëse doni të jeni. Atëre,